Denoncime nga vetëmpunësit e tij kanë raportuar për redaksin ton se Enea Karakaçi i OSHE e paskakthyer institucionin në kafe mes miq. Drejtori akuzohet me prova faktike nga vartësit e tij në redaksin ton se postet e rëndësishme po i mbush me persona të afërt, me figura politike. Mbështetësit e Partisë Socialiste i kanë lënë të papunë ose në poste të nënvlerësuara, thot Rilindasi. Karakaçi ka emëruar Fatjola Halilajn në postin e drejtoreshës ligjore pranë OSHE, pavarësisht mungesës së kontributit në institucion. Ironia në këtë fakt është se Halilaj njihet si mike e Ilir Metës, gjë që ka ngritur dyshime për ndikimet politike në këtë vendim. Ndërkohë një tjetër emërim që hap debat është ai i Algert Luzit në pozicionin e administratorit të furnizuesit të shërbimit universal, i cili, sipas burimeve, është shok shkolli i Karakaçit. Në postet e larta janë parazitët, të preferuarit e armikut ose figurativisht të rehabilituarit politik, thot denoncuesi, duke vënë kështu në pikpyetje integritetin dhe transparencën e emërimeve të drejtorit Zart të Ballukut në administratën e OSHE.